Kryetari i opozitës Lulzim Basha ka zgjedhur jo krejtësisht Kavajen për të uruar festën e Kurban Bayramit. Gëzuar Kurban Bayramin, mbarësi, dashuri e mirësi sjellët për çdo shqiptar, për çdo familje shqiptare e për gjithë kombin ton kudo. Nga qyteti i trazuar me thyrjen e dy kishtave, simbol të demokracisë, lideri demokrat uroi nga xhamia e qytetit për më shumë paqe, harmoni dhe jo kthim të fantazmave të së shkuarës. Me rinin kavajese, me shqiptarët e lirë të djathtë të majt, anë mban Shqipërisë, do dim ta ndalim prap të keqen, do dim ta arkivojmë në anaret e të shkuarës, do dim të përqafojmë të ardhmen. Basha nuk kurseu kritikat për qeverinë, që sipas tij po e gropos ekonominë dhe vendin. Se e keqja i ka këmbët e shkurtra dhe kohën e shkurtër. Se mendimin e Zotit Madh, mendimin e qytetarëve shqiptar, që duan përparimin, që nuk duan konfliktin, nuk duan përplasjen, nuk duan shkatërimin, do të dim të arkivojmë edhe atë pjesë të kaluarës që sot na rikthehet me petkun e rremt të së ardhmes.